Nderuar koleg, po paraqis rastin e një paciente në javën e 22 të shtatzënisë për ekografit nivelit të dytë, pas zbulimit të një formacioni të rrumbullakët në barkun e fetusit, me vazhdimsi në enët e kordonit dhe rrjedhje të turbullt në kolor Doppler. Ektazia e venës umbikale është anomali e rrallë, zgjerimi i venës fetale në segmentin intraabdominal dhe ekstrahepatik. Ka një incidencë 1 në 1000 lindje dhe është 4% e anomalive të kordonit. Diagnoza vendoset në tremuarin e 2 ose 3. Mosha mesatare e zbulimit është rreth javës e 28. Diametri i zgjerimit rritet me 1 deri në 2 mm, bashkë me rritjen e venës umbilikale gjatë shtatzënisë. Prandaj, në 60% të rasteve nuk ka përkeqësim të zgjerimit, duke mbetur i qëndrueshëm deri në fund. Ka disa kritere për ektazinë e venës umbilikale, një zgjerim mbi 9 mm, mbi 2 devijime standarde nga mesatarja për moshën gestacionale, ose një diametër zgjerimi mbi 50% ndaj segmentit intrahepatik jo të zgjeruar. Në periudhën prenatale, anomalia paraqitet si formacion oval, anekogjen ose kistik në vazhdim të boshtit vaskular të kordonit në segmentin intraabdominal midis barkut e mëlçisë, pra jashtë saj, por që komunikon me sistemin portal. Në kolor Doppler shpesh vërehet rrjedhje turbulente dukashe e tipit venoz. Kur matet me Doppler të pujsuar, duhet kolor Doppler për të konfirmuar natyrën vaskulare të lezionit dhe për diagnozë diferenciale nga formacionit kistike intraabdominale. Turbulenca lidhet me përmasat e ektazisë. Sa më i madh diametri i venës umbilikale, aq më shumë rritet rreziku i turbulencës dhe trombozës. Ektazia e venës umbilikale zakonisht paraqitet e izoluar dhe rrallëherë shoqërohet me anomali kromozomike. Kur format janë të izoluara, në 30% të rasteve ka shoqërime me anomali strukturore, si ato kardiovaskulare, urogenitale, hernje diafragmatike, ventrikulomegali, agjenes të trupit kallos e hiperehogenicitet të zorve, si dhe në 95% të rasteve me anomali kromozomike, kryesisht trisomia 21, 18 dhe triploidi. Kjo mund të shkaktojë tromboz, rritje të kufizuar, hidropi ose vdekje fetale, nga formimi i trombeve dhe bllokimi i kthimit venoz. Shpesh, gjatë parangarkesës kardiake, kjo shkakton dështim kardiak fetal, duhen konsideruar diagnoze diferenciale me formacione të tjera cistike intraabdominale si fshikza e tontit e zgjeruar, cista mezenterike, hepatike apo koledokale. Rastet të kistave duplikimit enterik janë formacione lehtësisht të dallueshme nga përdorimi i Dopplerit. Janë formacione cistike intraabdominale pa vaskularizim, ndryshe nga staza e venës umbilikale. Kista e kordonit gjendet jashtë barkut ose përgjatë kordonit dhe është negative në Doppler. Aneurizma arterjes umbilikale dallohet nga vendndodhja e lokalizuar në pikën e futjes të kordonit në placent. Ajo paraqet rrjedhje të turbull gjaku. Por si rrjedhja është me puls dhe tipit arterial, jo venoze. Në rastin e një ekzaminimit ekstremitetit cefalik, është vërejtur një ventrikulomegali borderline në ventrikulin ansor në anën e sondës, që është ventrikuli i majt. Ventrikuli ansor paraqitet brenda pleksusit koriode i rregullt, si dhe kaviteti septumit dhe insula. Masa është rreth 11 mm. Duke vëzhguar përgjatë vijës së mesit çarjet për trupat vitale, shohim një çarje të rregullt dhe normale të dukshme në pjesën e djathtë, pra në pjesën më afër sondës, ndërsa çarja për trupat vitale të majt nuk është lehtësisht e dukshme. Pjesa tjetër e anatomisë paraqitet e rregullt. Shohim një cister të vogël të pleksusit koroid me rëndësi klinike, ventrikulin kontralateral 8 mm pranë sondës dhe fosën kraniale posteriore normale. Biometria kranike e rregullt përputhet me moshën gestacionale. Si në prerjen sagitale, shohim trupin e rregullt kalloze. Edhe profili fetal është i rregullt. Duke skanuar pjesën ekstreme të abdomenit, shohim këtë formacion të rrumbullak, si nodus, i pavarur, që nuk komunikon me fshikzën poshtë, as me stomakun në të majt. Këto janë të dallueshme nga ky formacion që ndodhet majtas kolecistës dhe i rrethuar nga tufa e zorrëve. Duke përfunduar më pas biometrin, marrim perimetrin abdominal, shohim stomakun me emër dhe më pas matet dhe gjatësia e femumet. Të dyja korrespondojnë me javën e shtatzënisë dhe kështu konfirmojnë mungesën e një të dhëne për rritje të fetusit. Vazhdojmë pra të vëzhgojmë atë që është formacioni i ngjashëm me kist, i cili, siç shohim, paraqitet në vazhdimsi me atë që është boshti vaskular ose me strukturën e kordonit, normale është vendosja e kordonit, shohim në fakt një zor të rregullt, një masë intestinale. Kolecista është në të djartë. Formacioni ndodhet intraabdominal, ka masi rreth 17 me 16 mm.
Ndryshon lakistet hepatike pasi nuk ndodhet brenda parenkimës hepatike. Së pari, me Doppler shohim vaskularizim, gjë që e diferencon plotësisht nga kistet abdominale, mezenterike, hepatike apo kolledoke, që nuk do të tregonin vaskularizim. Pozicioni intraabdominal përjashton edhe kistet kordonale që ndodhen në pjesën ekstraabdominale përgjatë rrugës së kordonit kërthizor. Edhe në grayscale vërehet vazhdimësia me qarkullimin portal, siç konfirmohet me Doppler. Shohim fluksin turbulent dy drejtimor me ngjyrë të kuqe dhe blu, vazhdimësinë me sinusin portal, venat superhepatike, enët hepatike dhe kordonin, dhe rajoni përparmi barkut. Vrejmë përsëri vazhdimësinë me enët portale, ndryshojmë duktin venoz i cili bëhet i rregullt me valën e pranishme, shohim edhe një herë vazhdimësinë me enët e kordonit që rrethojnë fshikëzën më poshtë në krahasim me formimin, ndryshojmë valën me pulsatin, vrejmë një fluks tipik venoz, një arterie umbilikale të rregullt dhe një vendbashkimi të kordonit të tipit velamentoz. Këto janë kushte që mund të përbëjnë një faktor shtesë rreziku, përveç varicës së venës umbilikale për një vonesë të rritjes gjatë shtatzenisë. Në rastet e ektazisë së venës umbikale është thelbësore studimi kardiografik, duke marrë parasysh komplikacionet dhe anomalitë kardiovaskulare që mund shoqërohen. Shohim në pamjen me 4 dhoma një dominancë të lehtë të seksioneve të djathta, një prevalencë të tyre ndaj aortës, si dhe një ektazi të lehtë postvalvulare të trungut pulmonar me bifurkacion normal në 2N. Djathtas dhe majtas, pastaj aorta e majt duket e rregullt, pastaj drejnë të trakea me enët në anën e majt të trakes. Kjo gjendje lidhet me një fazë fillestare të mbingarkesës kardiake, por nuk tregon insuficiencë kardiake, pasi nuk ka hidrops fetal as derdhje perikardiale. U mor një mostër. Valvulat pulmonare dhe aortale janë të mbyllura. Nëse zbulohet vena umbilikale, duhet ekokardiografi fetale për të studiuar zemrën dhe anatominë për të përjashtuar anomali të shoqëruara. Nevojitet kariotipi, analizat TGH në raste jo të izoluara dhe konsult kardiologjike. Thelbësore është ndjekja me ekografi çdo 2 javë për të monitoruar për masat e varices, turbulencën, trombet dhe biometrinë fetale. Pavarësisht ndjekjes në ekografi, shfaqja e trombozës mund të jetë e paparashikueshme. Dhe kur kjo ndodh në varicën venoze, në shumicën e rasteve shkakton vdekjen intrauterone, me identifikimin e shkakut nxitës pra trombozës vetëm pas vdekjes. Në këtë rast, për shkak të lidhjes me ventrikulomegalin, është kërkuar gjithashtu rezonanca magnetike e trurit fetusit dhe markeret infektivologjik. Lindja zakonisht kryhet me induksion në javën e 38, në mungesë të komplikacioneve. Kur shfaqen komplikacione si turbullira, tromboza ose insuficienca kardiake, koha e lindjes mund të personalizohet drejt prerjes cesariane, shpesh rreth javës së 35.